Bektashinjt besojnë Zotin e Madh dhe të vërtet, Muhamedin, Alin, Hatijen e Fatimen, Hasan e Hysein, Haxhi Bektash Velin që është nga ajo derë. Për Bektashinjt gjithësia është Perëndia, por mbi të gjitha është atë dheu. Zot, Muhamed, Ali, Hatije e Fatime, Hasan e Hysein, Haxhi Bektash Veli, ju qofshin fal. Të mirëseardhur besimtar, i nderuar shenjtëria e tij, kryegjyshi botëror i Bektashinjve Haxhi Dede Edmond Brahimaj. Të nderuar klerik, i nderuar trup diplomatik i akredituar në Shqipëri. Sot, besimtarët Bektashinj, musliman, alevian, gjithë bota muslimane nderon betejën e Qerbelas, betejën historike të njerëzimit. Nderon luftëtarët e saj, 72 dëshmorë me në krye prisin e tyre, Imam Hysenin, të cilët luftuan kundër diktaturës më të keqe të kohës, duke u flijuar për besim, liri dhe fjalën e lirë. Për ta nisur bukur këtë ceremoni, ftoj mjeshtrin e skenës Kastriot Tusha. Muhammed
بيتي تعيش أشبك لسنتي وعلائه وسليم في ذين كرب الصلاة الله محمدي في ذين كرب الصلاة الله محمدي نسم المري أهل بيتي وعلائه وسليم نسم المري أهل بيتي وعلائه وسليم Ater kur lindi drita, lindi mali rodi noti, se shpirti dheli bejti, we alani weselim. Ater kur lindi drita, lindi mali rodi noti, se shpirti dheli bejti, we alani weselim. وعلائه وسلم Së bashku me nderin e kombit, aktorin e madh Bujar Asqeriu ju ftoi të rikujtojmë së bashku betejën e Qerbelas nëpërmjet vargjeve të poemës epike Qerbelaja të poetit kombëtar shqiptar Naim Frashëri. Angjëll që mu qase pran nga I madhi Zot, pse më rëfen Qerbelan, a do që të dërth lot? Moj fush e Qerbelas, që më ri ndërsy, plot me gjak të Ali Abbas, val, ç'është ai? Ç'është ai që shkon kaluar, ecën si veriu, me 2-3 foshnja në duar, është Abaz Aliu. Abaz Aliu zutomor, erdhi afër nesh, Shqipërias mbedëjor se Zoti e desh. Me 2-3 foshja në duar, është Abaz Aliu, shpije foshjat në lumë, se zduroj në dot, I ka marrë etja shumë dhe qajnë me lot. Ujet ua kanë prerë, janë në shtrëngim, si të varfër e të mjerë, në zi, në hidhërim. Më çdo anë I kanë rrethuar, kombi faqezi, kombi lig I mallkuar, por si mizëri. Në përmes të ushtrisë, të armikut shkon si ëngjëll I Perëndis, nder fluturon. Shigjetat si breshërim I vijnë nga do, ai posi vetëtim ikën në përto. Shërbëtor I njerëzis, shigjeta se çpon, edhe nder e trimëris, Zoti e mburon. Ç'është ai kali shkret, midhe që nuk shkel, nga patkojnë që ikën përpjet, zjar e flak I del, moj kafshë zeuruar, mos shkel për midhe, se është gjaku I bekuar, ik në përe, vrat, o more lumi shkret, mos këndo, po qaj, derdh lot e rënko për jet, mos qesh pas këtaj, se Hysejn e Fatimes, me farët e ti, I vran kombi pabes, kombi faqezi. Abaz Aliu zutomor, erdhi afër nesh, Shqipërias mbedëjor, se Zoti e desh. Hysejni desh njerëzin, dhe për thura, për të shpëtuar njerin, ra ndërqel bela. Hysejni është dashuria, që fat bardhëson, buron soj e miqësia që në lartëson. Jeziti
është e gërsir, që sjell ligësi dhe s'delsoj punë e mirë dhe dëm dhe zi. Kushdo që bën mirësin dhe ka njerëzi, ka besuar Alin dhe udhën e tij. Gënjeshtra është Mavieja që prish edhe sot, e drejta është Fatimeja dhe i madhi Zot. E liga është Mervani, që nxin e shkreton, djallëzia është Qyfjani, që edhe sot dërmon. Imamët 12 nga dere e Aliut hoqin e vuan dhe jetë për nder të njeriut. Zotërinj ju qof shafal, që hoqtë për ne, na latë vetëm një fjalë për bes edhe fe. Vdekja e Abaz Aliut. Abaz Aliu i ndjer u lëshua me njëherë dhe qafoi Imam Hysen. Vëllezër të dashur qenë, të dy ishin mallëngjyer, zemrën e kishin të thyer. Oh, sa ishin helmuar. Njeri kaq s'ka pësuar. Sa ka qenë do jetë kjo jetë e zezë, e shkret, kaq shumë të këqia s'ka dhënë e sjep Perëndia. Farë ishin helmuar, edhe djegur e përvluar. Abazi na tërmui pa që ishin tharë pa ujë. Me vraprëmben një pafile, derdhet me shumë sile, pa u fut në ushtëresën e armiqtë e pabes. Zotërinj tha, pa dëgjoni, me në burrat luftoni, po me fëmijët shkini, të pinuj, pse si lini. Nuk ishin musliman prindrit dhe të parët anë, po gratë kur si ngisnin, me goj fare su flisnin, në mos kini besë. Të paktën, bëni si që bënin prindrit tuaj, në e njini për të huaj. Dorën kështu, mos e zgjatni. Kjo fëmijë që mundoni është e atij që besoni. Çdo gjë për faqe e kini, si ju njerëz nuk jini. Muhamet në ta besonit, fëmijën në s'ja mundonit, jeni njerëz të pabes, gjithë djajt e mavies. Kështu tha atyre trimi me zë të madh si gjëmimi ata, sa për muj, i thanë, dhe me shigjeta i ranë. Ai më nuk u mejtua, po drejt lumit u lëshua. Armik të gjithë e pështollën, sa s'kish ku të hidh një mollën. Pa kur erdhe u zëmrua e u bë por si dragua, kor dhe larë, kur e qiti por si moti vetë titi, një hera i Zot shtinte, 20 vet në vend i linte. Nja 200-300 i shtriri në anë të lumit ariri. Abaz Aliu në lum hyn me atë etje shumë, deshti ipte kalit të shkret uj, të pinte edhe vet. Miqtë e ti, ndërmend i ran, edhe lotët qurk i van. Pa fillen bushi dhe iku, udhën e ja preu armiku, shigjetat që i hodhë si breshër si për i rodhë, por si qenë të gjithë lihnin, njëri teatrit i ndihnin. E këtë vriste më parë, ishin shumë ushtëtar, vrau e preu sa mundi, po u plagos më së fundi, pastaj të lodhur e gjen, së prapi krahët ja pren, pa fillen e merë në rdhëmbë, dhe kalen e nget me këmbë, një shigjet e mallkuar pa fillen pa t'i çpuar. Abaz Aliu pa shpres, mbet në armik të pabes, uji si lot e si gjaku rolli, pa fillen e flaku, me atë dhe shpirti tia, vajtet drejt të Perëndia. Lavdi dëshmorëve të Qerbelas. Te ti o Zot gjejmë dashuri, vjen me zërin dhe interpretimin e mrekullueshëm të këngëtares Olta Boka. Nga zëllet, rinqallet, për loten drejt nurit qen jetën, mer krav luturon, veç kjo pot më asaj si mjafton. Ja Resul Allah, ja Habib Allah, beteje mësua
salli alaihi wasallim. Është bukur me të ngjaty o Mustafa, gjurët e tua mes në këtë jetë, në rrugën e ashkut me rasalavat, me ushqyt qënjen tënde të vërtet. Ja Resulallah, ja Habib Allah, prej teje mësuam njësi. Ja Resulallah, ja Habib Allah, tek ti ne gjejmë dashuri. Ja Resulallah, ja Habib Allah, prej teje mësuam njësi. Ja Resulallah, ja Habib Allah, tek ti ne gjejmë dashuri. Kam nderin të ftoj për të qelur dhe celebruar liturgjinë e ditës botërore të Ashures dhe për të përcjellë mesazhin e ditë paqes, lutjes dhe dashurisë njerëzore drejtuar gjithë besimtarëve musliman bektashian në të gjithë botën, kryegjyshin botëror, shenjtërinë e tij Haxhi Dede Edmond Brahimaj. Afro kështu, nash. Bravo. Mirëdita të gjithëve, në në ceremonitë shenjtë. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Të dashur besimtar, klerik, miq e dashamirës të rrugës së shenjtë bektashiane, në këtë ditë të bekuar të Ashurës, zemrat tona kthehen me përullësi dhe dhimbje dhe ngjarjes më të madhe të sakrificës, besimit dhe qëndresës në historinë e Islamit, betejës së Kerbelas. Sot ne kujtojmë me nderim respekt pafund Imam Huseinin, nipin e profetit Muhammed alayhi salam, i cili së bashku me familjen, shokët dhe 72 dëshmorët e Kerbelas zgjodhi të sakrifikonte jetën për të vërtetën, drejtsinë, dinjitetin njerëzor dhe mbrojtjen e vlerave hyjnore. Ata nuk pranuan të nështrohen përballë padrejtisë, as të heshtin përballë shtypjes. Me gjakun e tyre ata shkruan një mesazh të përjetshëm për mbar njerëzimin, se e vërteta nuk mund të mposhtet kurrë. Kerbelaja nuk është thjesht një ngjarje historike, është një edukim shpirtëror, një thirrje e përhershme për ndërgjegjen njerëzore. Çdo brez është i thirrur të zgjedhë midis drejtësisë dhe padrejtisë, midis dashurisë dhe urrëties, midis dritës dhe errësirës. Imam Huseini na mëson se njeriu nuk mund të mbas jetën për kur nderin. Mund të përballet me vuajtje, por kur të mos praktikë të vërtetën. Në traditën bektashiane, Ashura është kohë reflektimi, pendesje, lutje dhe afrimi me Zotin. Është momenti kur ne pastrojmë zemrat nga urrëtia, egoizmi dhe përçarja. Sakrificat e Imam Huseinit na ftojnë të ndërtojmë ura mirëkuptimi, të kultivojmë dashurinë ndaj njëri tjetrit dhe të shërbejmë me përkushtim ndaj paqes. Pas ditëve të agjerimit të matemit, 10 ditor, kur zemrat tona janë të zbutur nga lutja, kujtimi dhe dashuria për elibetin, le të reflektojmë mbi përgjegjësinë tonë shpirtërore dhe njerëzore ndaj njëri tjetrit. Mësimet e Imam Aliut alayhis salam, simboli të urësisë e drejtësisë,
të Imam Hasanit, shembullit të paqes, durimit dhe pajtimit, dhe të Imam Husenit, flamurtarit të së vërtetës dhe sakrificës, na ftojnë të forcojmë besimin, dashurinë, respektin dhe vllazërinë midis njerëzve. Në një kohë kur shumë familje përballen me ndarje për shkak të emigrimit, kur të rinj largohen nga vendlindja në kërkim të një jete më të mirë dhe kur shpesh njeriu ndihet i vetmuar përballë sfidave të kohës, rruga e Shenjtë Bektashiani na mëson të hapim zërmat, të gjejmë pranë atyre që kanë nevojë për ngushëllim, të mbështesim njëri tjetrin dhe të ruajmë gjallë vlerat e besimit, familjes, solidaritetin dhe dashurinë njerëzore. Në këto ditë të Ashurës, lutja tona shkojnë gjithashtu për gjithë popujt që vuajnë nga luftrat, konfliktet dhe tranzitet në mbar botën. Ashtu si fusha e Kerbelas dëshmoi sakrificën atyre që qëndruan përballë padrejtisë dhe sot njerëzimi ka nevojë për më shumë drejtësi, më shumë dëmshuri, më shumë paqe. Le t'i lutemi që Zoti i Madhërueshëm të ndriçojë zemrat e njerëzve me urtësi, të largojë urrëtitjen e përçarjen, të sjellë sigurinë për familjet e prekura nga lufta dhe të forcojnë frymën e vllazërisë mes kombeve. Le të jetë dashuria jo vetëm një kujtim i dhimbjes së Kerbelas, por edhe një burim dritë e shpresë që na frymëzon të bëhemi bartës së paqes, të dashurisë dhe mirësisë, duke dëshmuar me veprat tona mësimet e pavtekshme të Imam Aliut, Imam Hasanit dhe Imam Husenit, paqja qoftë mbi ta. Zoti i madhëruar e bekoft njerëzimin me paqe, mirësi dhe dritë shpirtërore. Zoti na bekoft të gjithëve. Amin. Ceremonia përkujtimore e Imam Husenit. O ju që mbani matemin për të bijtë e Mustafas dhe po bëni dua Muhib të Ali Abbas, duhet që vjen mendoni shehidin e Kerbelas, mëngjes e mbrëmjet qani për të bijtë e Zeras. Delo asive të tima, shit kjeli vrima, mbyte me lot botën tërë syrim, me angazhim qajmë pa pushim, hidhërimet le të presim me durim. Jepi shpatën e mallkimit Jezid Fytyrkeqit dhe shokëve të atij se mua mësi për dreqit. Duhet dashurie madhe të japim Husen me leqit, të mos e nxjerrim nga mendja shahun e nën feleqit. Dorën mos e largo kur nga të bijtë e Zeras, kokën mos e ndaj kur për Hasanit Myshtebas, leri kryet për Husenin shehid Kerbelas, ne do të fitosh Rizane kryesin me ulas. Prej mansheri nuk ka frikë kush ka dorëzuar xhan, që do Xhafer Sadik, Zenel Abedin Sultan, do Hadin, do Medin, Tekia Sirisa janë, do edhe Musa Qazim bashkë me Ali Rizan. Këta të gjithë hoqen, nga armitë shumë ndoqen, u therën zjarr u doqen për shpëtuar njerin, po jo si Husen Aliu, që u shkrinë si qeriu dhe mbeti dritë një jetë, të jenë një shtyllë deri i lartë që në shkruar do në kartë, të falem ja imami vërtet. Edhe ta ditë matemi që u vrau imami ynë, ju me hyrët ai daret dashura shikan, deri në pika lotit, kënaq një perëndin, të provojnë burrat që e duan vërtet Alin. Me fuqinë e Zotit Madh, djalli i nëmur dhe i mallkuar, qof lak nesh kurdoherë. Me emrin e atij Zotit vërtet, Zoti fuqi i madh e shumë, ne të bindur e tij, nga djalli i djallëzit shpëtuan për jetë jetëve. Por ai Zoti vetëm dhe i pashoq, nuk ka për të gjykuar vetëm për dashurinë tonë me të afërt e tij e në veprat e tyre të mira. Nuk ka për të pyetur vetëm për armiqsinë tonë, me armiqtë të afërt e tij dhe për veprat e tyre të ligura të mërzitura. Dhe kështu kush nuk është miku i dashur i tij dhe miku i Perëndis. Kush është dashur ndaj Husenit është besnik te Hazreti Muhammed Ali dhe i dashur te Perëndia. Kush nuk do Husenin është antar i Jezidit dhe qoftë i mallkuar për jetë jetëve. Amin. Vajtim për dëshmorët e Kerbelas. Sigur shemë lemi së papi këteu rrota, të rritë qanë gjithë bota për tyja Husen. Qetu një me gjak, dita u vesh me të zezë, hëna humish do rez për tyja Husen. Edhe rete mbajnë matemin, të zeza janë vargosur. Dere shi vregosur për tyja Husen. Këtyre në shurën si janë ashtu djeli, por qanë toka dhe qeli për tyja Husen. Ju thye me ziqakut, ujët se që hodhën, si shiu poshtrodhën për tyja Husen. Detet dhe mshurojt, lumender i edhim, që ngur në rrugullim për tyja Husen. Në ndarë jote për qanë, se cilë ty të kërkon, ku jeti gjanar për thonë, për tyja Husen, si gjithë fytyra jote, me ndarë jo gjakos, çdo gonxhe plagos, për tyja Husen, në gjutë të tyre shimin, gjithë e malkojnë, mervanë në mojnë, për tyja Husen. A Husen, va Husen, Shah Husen, Pena Husen, Mürvet ya Husen, El Medet ya Husen, Enur i qesmja me ti myftar, ya
Hüseyin, vey hadi cari haydari qera, ja Hüseyin. Ti e dritë me gjithë dritat e dynjas, dritë për mbi shahidin e Kerbelas, ti e syridiat i Resulullahut, ti e thelbi zëmës Fatime Zeras, bukuri e Zotit, o dritë e gjihanit, shpirti njerëzis, mëshirë e Rahmanit, në fytyrën tënde veçmi është shkruar, në dritë e balësilet e Kuranit. E nurin qes mja meti myftar, ja Hüseyin, vej hadi gjari hajdari qera, ja Hüseyin. Gjyshi Tameti, gjyshi Hatixheja, aty hytë deri mëmë Fatimeja, unë gjytë Gjaferi që ka fluturuar, hytë vëlla Hasani që e ka nëlmuar, kryet tënë që pati silën e Perëndis, gushin që ta putë shpirti gjithësis, ti kurbanu bëre para Jezidis, me anxhat terën tufel Aziz. E nuri qes mja meti myftar, ja Hüseyin, vej hadi gjari hajdari qerar, ja Hüseyin. Sa ki mos në lërë ditën e masherit, pa në dhër uj për hauzit që e u therit, a që e njëz ata që të munduar, i vrani thërën të bitë e pegamberit. Erdi Muharremi hëna e matemit, ti në këtë hënë shkove për e alemit, prej të rritë vazhë të gjithë për të qajnë, shënohet matemit dhe për të zimbajnë. E nuri qes mja meti myftar, ja Hüseyin, vej hadi gjari hajdari qerar, ja Hüseyin. Nga helmi burbuqet me njak janë gjyrë, nga deti gjithë lule grisur dhe shkyer, me njana që belas që janë i gjori bilbil, se gjaku Ali Abbas kujsit rëndafil. Këmishin e zisë rete patën veshur, që e merin e helmin nëmes e kanë gjeshur, si breshër derin lotë nga ato dhusajat, as i lules duket me bus të qeshur. E nuri qes mja meti myftar, ja Hüseyin, vej hadi gjari hajdari qera, ja Hüseyin. U kruz dhe qarku, yjet e u derdhen, nga të meri o dritë që të gjithu verdhen, filluan dete krejtë hidëron, pas kënd me val u përpojnë në dronë. Ingjia Jakudi fara vletë s'kan, në atë rrugën tënde silu guri janë, a i gjak Jakudi që tu derdhet kotë, në tokë malkon për minut shimrin e mervan. E nuri qes mja meti myftar, ja Hüseyin, vej hadi gjari hajdari qerar, ja Hüseyin. Zbën në faqezit për bitë e profetit, Jezidi mos dal kur për planetit, ty dhe fëmijë kushë do si shpirti, ishtu a qovë din e kiametit. Selam pas prej Zotit ti edhe fëmija, malkim le të ketë gjithë Jezidia, e në mashe qoftë nga Zotit largët, qoftë markua nga Perëndia. E nuri qes mja meti myftar, ja Hüseyin, vej hadi gjari hajdari qerar, ja Hüseyin. Kur mbeti pa ujë në fushë të shkret, a ujë të gjallërisë shumbit atë pjetë, shpati qaku qjelë qësë dhe një pikë, dava që jemi gjithë në atë ditë. Po su lutë për ne yllë gjyshe o dritë, se mundja më kati nagri më shkritë, shpresojmë neve që i du më fëmijët, në mashe pa ujë s'kelim atë ditë. E nuri qes mja meti myftar, ja Hüseyin, vej hadi gjari hajdari qerar, ja Hüseyin. Në me shërë Pekin kam për të zënë, me gjithë vëqin s'kam për të lënë, o Zotë mos aler pa u që u theri, për Ali Ajdan që e doj pejgamberi. Gjebra i lemini dhe me laqet të tërë, të ashit të qyrë sa janë në sërë, ty dhe fëmi selam le t'u japin, këtë për ty as njeri së shbërë. E nuri qes mja meti myftar, ja Hüseyin, vej hadi gjari hajdari qerar, ja Hüseyin. Hajde tjetë e praku pombës të sfytyrën, shamë mërësis në bëqeremtin, më jebu që u thejt tapi të kulluar, petkën e rizas hidma për më shpinë. Kush par një jetë njarja si Kerbelaja, kush në dëshmor me gjithë fëmi, kush par fis me ndeshëm se Ali Abaja, kush par qëndes me qindra mira. E nuri qes mja meti myftar, ja Hüseyin, vej hadi gjari hajdari qerar, ja Hüseyin. Ah Hüseyin, va Hüseyin, Şah Hüseyin, Pena Hüseyin, Mürvet ya Hüseyin,
El Medet ja Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Në Kur'an e zbritur nga neve për të gjithë besimtarët e të mirët, sigurohet lumturia mëshira, kurse zullumqtarët ushtohen dënime dhe vojtjet. Zoti u uroftë e bekoft, Zoti u uroftë e bekoft, Zoti u uroftë e bekoft të gjithë ata që dhurojnë tek nevojtarët. O Zoti ynë, ti je i parë i mbrapsht, para mbas çdo gjëje. Ti je i dukur dhe i padukur dhe mbi ty dhe nën ty s'ka gjë. Ti je i madh i ndershëm dhe gjykatës i drejtë. O Zoti i madh, ti ke qenë para çdo sendi, e do jesh gjithmonë pas çdo sendi. Ti që je më i afër ndaj meje, nga deli i qafës, ti je punëtor dhe bën çdo send që dëshiron. Ti që hyn mes njeriu të zemrës ti, o ti që je i dukshëm lart poshtë kudo e tek do. O ti që ndjen e shesh çdo send e nuk përngjan asnjë gjë. O ti që ke zotësi për çdo gjë. O Perëndi, na pranon lutjet tona e na plotëso dëshirat e nevojat tona. Për hatët të Hazreti Mustafait, të Hazreti Ali ibn Zait, fëmijëve dhe fisit tyre të pastër e të kulluar. I lavdëroj që Zoti i Madh, që pranoi pendimin për vetë Adem dhe Havas dhe i fali gabimet të 10 ditë Muharremit. I lavdëroj që Zoti i Madh, që ngriti në qiell profetin Idris të 10 ditë Muharremit. I lavdëroj që Zoti i Madh, që qëndroi gjimin e profetit Nuh në vendin çudi të 10 ditë Muharremit. I lavdëroj që Zoti i Madh, që ndihmoi shpëtoi profetin Ibrahim nga zjarri i Nemrudit të 10 ditë Muharremit. I lavdëroj që Zoti i Madh, që dëgjoi dhe pranoi thirrjen e profetit Musa të Harunit kur kishin nevojë të 10 ditë Muharremit. I lavdëroj që Zoti i Madh, që shtoi diturinë Hizr pejgamberit të 10 ditë Muharremit. I lavdëroj që Zoti i Madh, që mëshiroi dhe fali gabimin e profetit Daud të 10 ditë Muharremit. I lavdëroj që Zoti i Madh, që ngushëlloi profetin Jakub të 10 ditë Muharremit. I lavdëroj që Zoti i Madh, që e shpëtoi profetin Jusuf nga pusi papsur rozgjem të 10 ditë Muharremit. I lavdëroj që Zoti i Madh, që shpëtoi profetin Yunus nga barku i peshkut të 10 ditë Muharremit. I lavdëroj që Zoti i Madh, që shpëtoi nga sëmundja gjatë profetin Ejub të 10 ditë Muharremit. I lavdëroj që Zoti i Madh, që e krijoi dhe errësirën të 10 ditë Muharremit. I lavdëroj që Zoti i Madh, që na dhuroi këtë ditë për të ndarë dritën nga errësira dhe na bëj të njohim armikun e vërtet, domethënë veset tona. I lavdëroj që Zoti i Madh, që Hazreti Imam Huseni e pajisë me cilësitë larta të durimit, kundrejt mizorive mëshnjëzore që i bën atij, fëmijës, fisit dhe besurat ti, nga zotnusi e tamahut për grata, për sedër, për mall e për gjithë shka të madhështie. Gjerkpirsin e Jezidit Mavijës, i cili deshte të zhdukë diellin e vërtet të njerëzimit për të paraqitur vetë si trashëgimtari i atij fisi zotrues mbi popull e kombe. Mallkimi i Zotit, i gjakut Qerbelas, i të persekutuar në shekë e breza për këtë qëllim, i të gjithë njerëzit pastër të urtë të botë, rëndof mbi Jezidin dhe pasuesit e tij të djeshëm dhe të sotëm. I lavdëroj që Zoti i Madh, që mbrojti një shkëndi, një kandil të kësaj udhe, nga kombi i mallkuar Gjakpirës, fëmijën 13 vjeçar në moshë, po plak 1 vjeçar në mendje. Imam Zenel Abedinin, sepse këtij e mori vesh njerëzia, se cilët janë shërbëtorët e vërtet, që përpiqen për paqen, lumturinë e tyre. E në anë tjetër njoh ata që mbajnë petkat e një shërbëtor njerëzimit dhe flasin me gjuhën e shërbëtorit, por që shtypin dhe terrorizojnë për interesat e tyre. Për ata që dëgjojnë, për ata që vajtojnë, për ata që ligjërojnë, Zoti e bekoft të ditë. Për ata që shërbejnë dhe kësaj drite, dhe për gjithë mirët e njerëzisë, Zoti e bekoft. Për shndrimin e këtij këndimi dhe për gjithë librat e shenjta, Zoti e bekoft. Për mësinë e pejgamberanëve dhe për dashurinë Hatemin Nebi Hazret Muhammed Mustafai, Zoti e bekoft. Për madhështinë shpirtërore dhe për lartësinë e figurës së shenjtë të Hazretat Ali ibn Zait, Zoti e bekoft. Për zonjën e madhe Mëmën Hadixhe dhe binë e saj Virgjilesh Fatime, Zoti e bekoft. Për dritëdhënësin, dëmshurinë, mallëngjimin e imamëve Hasan dhe Husein, Zoti e bekoft. Për dritëdhënësin, dëmshurinë, mallëngjimin e imamëve Hasan dhe Husein, Zoti e bekoft. Për gjithë imamët, masunë dhe qemerbesët e Imam Aliut, Zoti e bekoft. Për ditën e shinjtorëve, plak Haxhi Bektash Veliut, diellin e Rosanit dhe zgjuesin e lindjes së Perëndimit dhe mësuesin e njerëzimit, Zoti e bekoft. Për këshilltarët dhe shkëlqyer të hynqar Haxhi Bektash Veliut, Seid Ballëm Sultani, Seid Xhemaluddin Sultani, Sari Ismail Sultani, Axhem Sultani, Seid Ali Sultani, Karadonlish Gjan Babaj Sultani, Sari Saltek Sultani, Abdullah Musa Sultani, Kajkuzë Sultani, si dhe shpirtat atyre njerëzve të drejtë që u ndryshuan nga ky jetë, Dedexhan, Halefixhan, Müjeledan, Babaxhan, Kalanderan, Dervishan, Muhiban, Ashikan, Sadikan, Zoti e bekoft. Për rrojtjen e njerëzisë, shiu nga qielli, dritën e toka, shëndeti nga era, Zoti e bekoft. Për gjithë patriotët e vërtetë të pastër, që dëshirojnë kthimin në vendin e në shtëpinë e tyre, Zoti e bekoft.
për të mbetur një thyen mes detat 11 të meshëm, Zoti e bekoft, për njerëzit e mjeruar, e të bobekët, e të mbetur në mes të udhëve, pa planke, pa shtëpi, për bonjakët, jetimët dhe mëmë atyre, Zoti i dhënë përdollime e bekoft, për lumturinë e njerëzisë të pajtuar nga lindja në Perëndim dhe për dashurinë e tyre, Zoti e bekoft. Për Shqipërinë e shqiptarët, Zoti i dhënë vllazëri të fortë, lulëzim, marrësi në çdo punë, begati, shëndet, fuqi të fortë, karakter të patundur, lavdi, nder e mirësi dhe gjitha këto Zoti e bekoft. Për lavdinë, shëndetin dhe jetën e gjatë dhe lumturinë e kryetarit të Republikës së Shqipërisë e përveç tyre të mbara, Zoti e bekoft. Për shëndetin e adhetarëve të vërtet, shkriptarëve, pedagogëve dhe gjithë nënpusëve të shtetit që punojnë për lullëzimin e Republikës së Shqipërisë, Zoti e bekoft. Për lartësinë e shpirtit të pejgamberanëve, Adem Safiullah, Nuh Nexiullah, Ibrahim Aliullah, Musa Kerimullah, Isa Ruhullah e Muhammed Resulullah, Zoti e bekoft. Për zgjuajsin e popullit shqiptar dhe urvesët e mirë Kasëm Baba Kosturi, Sarisa Takori, Hysén Baba Konica, Asim Baba Gjerokastra, Shememi Baba Kryja, Abdullah Baba Melçani, Sesem Ali Baba Tetova, Nasibi Sultan Frashi, Taji Baba Prishta, Xhevari Baba Alimsani, Zoti bekoft. Për dritën e Abazali Sultani, për kysin tanë, tek i shenjti Malit Omurrit, që Shqipëria të në kohë të rrezikshme, shtesyn ndaj tij dhe i falet, duke kërkuar shpëtim, Zoti e bekoft. Paqen për ndihmë të përhershme, lartësinë madhështore të profecisë, shpirtin e ndihshëm të Hazreti Muhamedit, shënderinë e diturive, të tretëve, të pesëve, të shtatëve, të 40-ve, të 1001, të gjithë profetave dhe evliave dhe burrat fshehur. O Zoti i Madh, pranoj këtë lutje që bëm për shpirtet e gjithë atyre që janë të besuar të profetit, për dëshirën e shumë dashamise të udhës Muhammed Aliut, për hak të Kuranit dhe gjithë piranëve. O Zoti i vërtet, vim në portën e lartë madhështore tënde, kryesisht e lutem që për imetin e ndryshëm të Hazreti Muhamedit, për qeremin e Imam Aliut, e për dritën e birit tonë Hyqar Haxhi Bektash Veliut dhe për durimin shëmbëllor që treguan dëshmorët e Qerbelas, veçanërisht për trupin e lyer me gjak të Imam Hyssenit që doli në Mejdan Xhefas, pranoni lutjet tonë. Për shpirtet pa vdekurve, Themelus Tiqiraku dhe urvësit pasarës, Zoti e bekoft. Të gjithë varfat, shërbëtorë këtij Qiraku, gjithë myhypët e qëndruar për qakët të Qiraku, të gjitha shikët dhe popullin ndeshëm pranë rreth këtij Qiraku, qofshin të bekuar. Të gjithë Qirakët e Shqipërisë, dhe ato të botës bektashiane, me gjithë shërbysit dhe gjithë tyre, Zoti e bekoft. Të gjithë vëllezërit e urtë që ndodhen në faqet e dheut, Zoti e bekoft. Të gjithë ata njerëz të mirë të urtë që me metodët e tyre mundohen dhe punojnë për edukimin dhe përmirësimin e Shqipërisë, Zoti e bekoft. Ja Imam, ja Hysén. Kjo ishte ceremonia për kujtimore dhe lutja që bëm për Imam Hysén. Zoti na ndriçoft mendjen në këto ditë që po kalojmë. Zoti na dhën dashurinë, Zoti na dhën mirësinë dhe këto ditë që ne agjëruam, ne plotësofshin dëshirat tona dhe na dhënshin dashuri dhe paqe. Qofshi dritë, qofshi me jetë gjatë gjithë. Faleminderit. Në mbyllje të kësaj ceremonie ftoj sërish mjeshtrin e madh Kastriot Tusha për të interpretuar rrjedh në këngë ligjërime dhe më pas të gjithë së bashku në ambientet e kryegjyshatës, ju ftoj të shijojmë sipas traditës ëmbëlsirën e Ashures si përkushtim për shpirtje dhe veneracion për ngjarjen e luftës së Qerbelas. Ju faleminderit. Shndritaj diell dhe burimi këngët lugjeve mi për qiell. Hej,
ka tingujt mi qonar, mi përcjell